Në Kur'an ngel ajo e përjetshmja, ngel ajo që urdhëron i Madhi Zot dhe elhamdulillah ajo është e thjeshtë. Pa shakohën çdo njeri është në humbje të sigurt përveç atyre që çfarë besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Kështu fitohet mëshira e Allahut. Kurani ka thënë drejt në Ramazan, jashtë Ramazanin, në këtë botë, në botën tjetër, ka thënë inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Tha mëshira e Madhit Zot është afër punëmirëve. Në çdo lloj kohe, sado që të jetë shtrënguar ajo, sado që terren mund të ketë marrë materializmi, sado që njerëzit s'po e kuptojnë të mirën për vetën e vet që të zbatojnë mjaltin e Kuranit, s'ka problem. Universale mbesin ato që u than Kur'an. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Tha mëshira e Madhit Zot është afër punëmirëve. Prandaj vëlla dhe motër, të begatoft i Madhit Zot, mos u shqetëso fare. Ty nuk duhet të ketë gjë që ty të mashtrojë ndaj këtij parimi universal dhe të madh kuranor, që do të thotë, nëse don faljen e të Madhit Zot, nëse don mëshirën e të Madhit Zot, nëse don përkujdesjen e të Madhit Zot, nëse don mbrojtjen e të Madhit Zot, nëse don begatitë e kësaj bote të zbresi i Madhi Zot, nëse don të ti ketë përgatitur gjithë mirat për botën tjetër i Madhi Zot, bëu njëri i mirë.